Institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore në vend kanë regjistruar një interes të lartë nga vizitorët gjatë periudhës janar-maj 2026. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministri i Turizmit Blendi Gonxha, muzeumet, parqet arkeologjike, kalat dhe monumentet e kulturës janë vizituar nga 424.082 persona vendas dhe të huaj. Gjatë muajve janar-maj 2026, institucionet dhe qendrat e trashëgimisë kulturore kanë mirëpritur plot 424.082 vizitor vendas dhe të huaj, duke kthyer kulturën në një nga historitë më të bukura të suksesit të vendit, shkruan Gonxha në rrjetet sociale. Numri më të lartë të vizitorëve e kanë patur parqet arkeologjike me 188.437 vizitorë të ndjekur nga muzeet kombëtare me 143.086 vizitorë dhe kalat e monumentet e kulturës me 91.559 vizitorë. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, frekuentimi është rritur me 95.71%, ndërsa të ardhurat e gjeneruara nga këto institucione janë shtuar me 147.44%. Ndërkohë në raport me 5 mujorin e parë të vitit 2025, numri i vizitorëve është rritur me 9.9%, ndërsa të ardhurat me 7.3%. Trashëgimia jo nuk është thjesht histori, ajo është energji, krenari kombëtar dhe një magnet që tërheq gjithnjë më shumë vizitorë nga vendi dhe gjithë bota, shkruan Gonxha.